Mirë, filloj? Atëherë, unë mendoj që ky 10 vjeçar do jetë një vjeçar shumë sfidues për kompanitë shqiptare, sepse do të konkurrojnë jo më me tregje lokale dhe rajonale, por me tregjet europiane, për të përballur standardeve të cilësisë, standardeve të shërbimeve, të tregtisë, produkteve, të përballojë, le të themi, të gjitha rregullat dhe ligjet e Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye, ngritja e menaxhimit e kapaciteteve menaxheriale në nivel strategjik, por edhe në nivel taktik, duhet të jetë një prioritet shumë i rëndësishëm për të adresuar nga të gjithë institucionet që merren me politikat, por edhe me realizimin e politikave në funksion të shërbimit të biznesit. Mendoj që një nga ato sfida do të jetë, le të themi, përmirësimi i dokumentacionit që kompanitë shqiptare përdorin në punën e tyre, pasyra financiare, do të jetë përdorimi sa më shumë i analizave, raporteve të riskjeve, të dhënave, përpunimit të dhënave. Është një përmirësim i vazhdueshëm i, le të themi, raportimit dhe i dokumentimit të punës dhe proceseve që bizneset si përmarrje do të përdorin në të ardhmen. Një sfidë e dytë do të jetë adresimi i çështjeve të cilësisë dhe standardeve të tregjeve europiane. Janë rregulla të përcaktuara qartë në Bashkimin Evropian, pa duhet të përqafuar sa më shumë, le të themi, standardet ISO, standardet e CE për manufakturën apo standardet e asavit për ushqimet. Kjo është shumë e rëndësishme sepse infrastruktura e cilësisë në Bashkimin Evropian është një faktor determinant për të bërë biznes në Bashkimin Evropian. Një sfidë tjetër që unë shikoj është mentaliteti afatshkurtër i bizneseve shqiptare. Shumë e rëndësishme që të kthehemi nga një mentalitet afatshkurtër, një vjeçar ose një vjeçar i gjysmë, në një mentalitet 3 deri në 5 vjeçar, që është mentaliteti i institucioneve financiare të Bashkimit Evropian. Një pjesë tjetër flas është formalizimi dhe rritja e kapacitetit menaxheriale, siç e thashë në fillim, kalimi nga një mentalitet familjar në një mentalitet profesional të menaxhimit, le të themi ndarja e vendimarrjeve të pronësisë nga vendimarrjet financiare, formalizimi si thua i proceseve menaxheriale të kompanive do të jetë një sfidë tjetër. Një sfidë tjetër do të jetë bashkëpunimi me shoqatat dhe me klastrat apo me rrjetet e supplierëve të Bashkimit Evropian për të krijuar rrjetëzimin ose sistemimin e sistemit të vlerës, produkteve dhe shërbimeve të firmave shqiptare në tregjet europiane. Edhe kjo është një nga sfidat e tjera, por mendimi kryesor është rritja e kapacitetit njerëzor, e cila është determinant, shumë determinant, sepse ekonomia është për njerëzit dhe njerëzit e bëjnë ekonominë.